Tashmë kam edhe ekspertin e sigurisë, zotrin Drizan Shala, me cilin do të flasim për dosjen e publikuar e që besoj se të gjithë ju veç e keni parë sepse kanë qarkulluar shumë lajme rreth saj dhe detajet ne do të mundohemi që t'i përmbledhim bashkë me zotrin Shala. Zotrin Shala, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi sot këtu. Atëherë, a kemi të bëjmë vetëm me publikimin e një dosjeje apo kjo mund të shndrohet në një çështje më të madhe të sigurisë për vendin tonë? Ne do duhet ta elaborojmë problematikën. Në rregull. Pra, problematika në Republikën e Kosovës nuk daton me një dosje, me një arrestim apo me disa arrestime. Ku dihet që brenda periudhës 24 muaj që kemi lënë pas, mekanizmi jonë i sigurisë dhe inteligjencës kanë qenë në krye të detyrës dhe rezultati dhe efikasiteti i tyre është dëshmuar me 6 akte akuza të ngritura, ku nga to kemi 4 me akt gjykime dënuese. Kjo dëshmon faktin për personalizmin dhe nxjerrjes së informacione relevante të bazuara në fakte dhe argumente, ku më pastaj mendimet gjyqësore janë tani më ato që janë. Problematika e tematikës e spionazhit, veprimeve kundërzbuluese, është një çështje që shumica e qytetarëve e bën një analizim me veprimet apo me filmat e James Bondit, por që në fakt veprimet që i bën mekanizmi i sigurisë është i bazuar në përmbyllje apo përkufizimin e figurës kriminale, sepse gjitha këta individët të cilët kanë apo kryejnë veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës Kosovës, e shkenë në kodin penal të Republikës Kosovës dhe kodin e procedurës penale, respektivisht se veprat penale që karakterizojnë të aspekti i cenimit të rendit kushtetues. Te aspekti i spionazhit në Republikën Kosovës, ne do duhet ta ndojmë pak në periudha, sepse nganjëherë e shohim një element esencial që miksohen emërtimet. Nëse ne referohemi viteve para se të vijë në emision, ne ju referohemi ish agjentëve të ish sistemit të asaj kohe të Jugosllavisë dhe Serbisë, në viteve 90 si UDBA-sha, që në fakt ajo periudhë e UDB-s ka qenë shumë më moti, shumë më herë se sa ne referohemi si terminologji. Pra, ka qenë OZNA, në vitin 1944, 1944-1966, pastaj vjen UDB-ja, vjen SDB-ja dhe në vitin 1990-92 bëhet RDB-ja dhe pas 92-s, pra saktësisht në muajin korrekt të 92-s, fillon edhe aktivizimi dhe krijimi i BIA serbe. Bezbednost Inteligenca Agencije, pra shërbimi inteligjent i shtetit të Serbisë. Pra, në këtë kronologji të periudhës, shteti i Serbisë në mënyrë sistematike ka tentuar që të rekrutojë dhe të zavendësoj rollat e veta me njerëz lojal të atij sistemi të asaj periudhe të caktuar që i potencova. Pra, pas 1992-s, ku bëhet edhe sublimimi i autonomisë së Republikës Kosovës, fillon domon si Serbia pikërisht në strukturat e saj udhëheqëse inteligjente të vendos njerëzit lojal, të cilët kanë shërbyer deri dhe janë ende duke shërbyer deri në kohën e sotme, ku tani më përmes aparaturës tonë shtetërore kemi identifikuar individët të cilët kanë shkelur rendin kushtetues të Republikës Kosovës përmes aktiviteteve të tyre të spionazh në drejtim të interesit të Serbisë. Pyetjes tuaj është fillimi i një kapitulli të aktiviteteve të shërbimeve informativ, pra këtë rast të mekanizmit të sigurisë në drejtim të identifikimit këtyre personave, unë mendoj që është maja e icebergut. Sepse intensiteti i fushës veprimtaria, që më janë dëshmuar dhe këto programe janë dekonspiruar nga ana e mekanizmit të sigurisë. Kemi çështje referohemi periudhës 10 vjeçare që kemi lënë pas. Pra, përflasim 2016-2026. Aktiviteti i shtrirjes i shërbimeve informative ka qenë kryesisht të pjesa e Policisë Kosovës. Pra, Serbia është interesuar që të marrë sa më shumë informacione nga veprimtaria e institucioneve tona të sigurisë, pra të Policisë Kosovës kryesisht në pjesën veriore. Një pjesë e shtrirjes aktivitetit të inteligjencës serbe ka qenë te pjesa e mekanizmit ndërkombëtar, po të organizatave ndërkombëtare. Pas asaj kemi patur 2 raste të eklatante kuptimin e asaj të identifikimit nga ana e mekanizmit dhe një lapsus lëshimit të veprimtarisë së inteligjencës serbe, është fakti të pjesa e arrestimit të
qytetarëve të Kosovës, ka pjesa rajonit të Ferizaj që kanë patur për qëllim dhe për synim forcimin e narrativës për çështjen e luftës kundër luftës UÇK-s, shtëpisë së verë, transplantim të organeve. Dhe tani më pastaj patëm edhe veprimtarinë që potencohet të pjesë organizatë ndërkombëtare, një qytetare nga komuniteti serb që ka shërbyer pikërisht për ta mbotur narrativën dhe për ta dezinformuar strukturën e saj ndërkombëtare, për një për të marrë sa më shumë informacione për aktivitetet e strukturave autonome të sigurisë. Dhe njëkohësisht pjesa e policisë Kosovës patëm arrestime të 2 oficerëve të policisë Kosovës që kanë shërbyer për interesat e Serbisë. Dhe elementi tani më jemi të pjesa e veprimeve të cilat kanë edhe karakter strategjik, po kanë edhe karakter të pjesa e instrumentalizimit. Rasti i Hysri Selimit dhe i Fehim Saliun. Pa 2 raste, njëri i arrestuar, i cili tani me ka një verdikt formës së prirë nga ana e gjykatës, ka qenë në nëntor të 2015 kishte lëvizur përmes Prishtinës, Istanbul, më pastaj për të bashkuar Shtetit Islamik në atë kohë, që për qëllim ka patur identifikimin e imamëve grupeve të ndryshme të cilat ishin të lidhur me pjesën e aktiviteteve terroriste, ku raportet të cilat ishin përpiluar nga ana e tij kanë përfunduar në sistemin e sigurisë së Serbisë, që më pastaj këto informacione ka tentuar që ta themi me një fjalë që amplifikojnë në kuptimin e veprimeve ndërkombëtare, sepse në njëra Serbia po tenton që ta paraqiste Kosovën si një vend që dhe prodhon dhe është i rrezik për vendet evropiane, pra ta paraqes Kosovën si vend prodhim të terrorizmit. Dhe elementi i dytë ishte të pjesa e instrumentalizimit të këtyre grupacioneve, ku në këtë rol më pastaj hyn i arrestuar i fundit që ka ndodhur në pjesën e territorit të Republikës Kosovës në pikën kufiton e Merdar, ku edhe ai kishte për qëllim dhe për synim identifikimin e individëve të cilët ishin pjesë e sektit vahabist në Kosovë, imamëve, grupacione të ndryshme, por njëkohësisht ka pasur për qëllim dhe për synim identifikimin e oficerëve tanë të inteligjencës, të cilët kanë shërbyer dhe shërbejnë në rrugën e integritetit territorial të Republikës Kosovës dhe kushtetueshmërinë. Dhe duke dalë është pyetja esenciale. Rasti i Shohollit faktikisht tani më përmes asaj çka është plasuar në opinionin publik të medjave, është edhe dosja e prokurisë speciale të Republikës së Kosovës, ku aty ndërto specifikohen 2 elemente esenciale. Elementi i parë është pjesa e një dokumenti konfidencial, pra si atribuohet të pjesa investimeve, financimeve të grupeve të ndryshme nga ambasadat të cilat janë me preardhje islamike në Beograd dhe forma të ndryshme. Kjo pra e forcon atë pjesën e figurës kriminale të themi, sepse Serbia ka tentuar që në njëra anë ta paraqesë Kosovën si vend eksportues, prodhues të aktiviteteve terroriste dhe njëkohësisht paralelisht me të ka tentuar që t'i instrumentalizojë në interesat e saj. Pra janë 2 elemente të rëndësishme. Dhe tani më kemi si derivat edhe formën elementit të tretë, pra që në bazë të analizës, ta themi profesionale, krijimi me pastaj reakcion kundër reakcion. Ne kemi krijuar apo tentuar që të paraqitet në opinionin publik si Serbia apo grupe të ndryshme nga Turqia po financojnë islamin politik në forma të ndryshme, po devalvuohet edhe aktiviteti i Bashkisë Islame të Kosovës KGTU. Më pastaj patëm edhe një reakcion i cili de facto tani po më argumenton çështën e instrumentalizimit, lëvizjet të cilat dolën tani kundër aktivitetet të Bashkisë Islame apo kundër aktivitetet të muslimanëve në Republikën e Kosovës. Pra, janë 2 çështje që tani më kanë bazamentin kryesor të pjesa e asaj që tani më është shpalosur nga akt akuza në drejtim të zotit Shohollit, i cili tani më është i akuzuar për aktivitete të spionazhit dhe të shantazhit. Po, a mund të ketë përpjekje për destabilizim përmes publikimit ose edhe manipulimit të këtyre informacioneve? Dëgjoj, çështjet tani më janë të qarta në aspektin profesional, sepse Serbia edhe në akt akuzën, por njëkohësisht edhe në aktivitetet që tani më janë identifikuar nga ana struktura autonome të sigurisë dhe inteligjencës që janë publike për opinionin e gjerë të Republikës Kosovës, është tentativa për të devalvuar figurat publike dhe tentativa për të ulur besueshmërinë në institucione. Pra, për me qenë i qartë për audiencën e jo, ne duhet ta kuptojmë faktin që Serbia ka patur në bazën e parë synimin që ta paraqesë Kosovën si vend
që prodhon rrezikshmëri për vendet evropiane. Okej. Ta pengoj rrugtimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Në anën tjetër, ta instrumentalizojnë një strukturë në Kosovë për nevojat dhe interesat e saj, po ta parashitur si akte terroriste të ndodhin në Kosovë dhe gjëra të tjera, dhe njëkohësisht për t'ia mundësuar më pastaj kundër reaksionin duke krijuar grupacione të ndryshme të cilët tentojnë që ta përdornë çështjen e religionit si argument shtys për të krijuar tensione brenda shoqërisë kosovare. Dhe segmenti i tretë i rëndësishëm është çështja e devalvimit dhe mosbesueshmëria të popullohet ndaj institucioneve të Republikës Kosovës. Imagjinoni ju, në qoftë se ne nuk i besojmë institucioneve të Kosovës, sepse plasojnë informacione të ndryshme, narrativa të ndryshme dhe ato informacione nuk kanalizon në kuptimin e verifikimit adekuat, atëherë qytetarët e Kosovës humbin besueshmërinë dhe kjo humbje besueshmërisë ja jep mundësinë dhe fush veprimtarinë në shërbimeve inteligjente armiqësore në drejtim të Republikës së Kosovës. Po këto informacione mund të përdoren edhe nga shërbime apo edhe struktura tjera të huaja? Dëgjoj, ne jemi tani në kohën metodologjia e shërbimit informativ, ta themi më kështu. Ka ndryshuar nga pjesa e luftës së ftohtë, ka pjesa që tani më jemi të njohur nga literaturë të ndryshme, tani më çështja e bashkëkohore e shërbimit informative, njëkohësisht edhe metodologjia e re, teknologjia e re e bën të vështirësuar, ndoshta nganjëherë edhe mbikëqyrën 100% të çdo aktiviteti që mund të zhvillohet në cilin do shtet. Tash përjashtojmë çështën e interesit të ngushtë të Kosovës, po flasim në aspektin e përgjithshëm. Pra shumë shtete dhe shërbime të cilët kanë një background më të fuqishëm, kanë bazament edhe financiar, po edhe teknologjinë që e përdojnë për nevojat e tyre, nganjëherë nuk mund t'i kontrollojnë çdo cep të territorit të tyre sa përket çështjes së aktiviteteve të shërbimeve informative, dhe ato mund të zhvillohen aktivitete kundër rendit kushtetues, kundër aktiviteteve të interesit të atyre shteteve. Ju keni pa rastin të pjesa e gjetjes së këtyre ditëve të inteligjencës gjermane, në pjesë të Gjermanisë ku janë gjetur armatime të ndryshme, forma të ndryshme, pra imagjinoj BND-ja dhe FFA-sum këto dy shërbime, njëra e mbrëmshme, një tjetra e jashtme, nuk ka mund të identifikojnë aktivitetin në rrugë brenda territorit të saj, derisa është përmbushur një figurë apo disa elemente që kanë përmbushur çështën e figurës kriminale. Prandaj për të rikthyer prapë te tematika e Republikës së Kosovës, unë mendoj që mekanizmi jonë i sigurisë, pra edhe ai inteligjencës, kanë dëshmuar faktin që tani më janë në pjesën e observimit, servimit të individëve në grupeve dhe të caktuara të cilët mund të kenë agjendat e tyre në drejtim të dëmit të Republikës së Kosovës, dhe pikërisht duke i observuar, survinuar, duke i përcjellur në forma ndryshme, duke përdorur metodologjinë e re dhe teknologjitë të ndryshme kanë diktuar dhe diktojnë këto formacione. Për mua problematika kryesore tani më në kohën e epokës moderne është çështja e mediave, mas mediave. Pra imagjinoni ju njerëz të ndryshëm, të cilët ndoshta me vedije, pa vedije, kryejnë narrativa dhe shpërndojnë narrativa të shërbimeve të ndryshme inteligjente, të cilët e bojnë një informacion, e përpunojnë informacion dhe nxjerrin si produkt inteligjent, po që nuk e kanalizojnë në institucione, po e kanalizojnë përmes format ndryshme në opinionin publik të atij shteti, që më pastaj opinioni i gjerë publik e merr si informacion të mirëqenie dhe e përpunon më tutje dhe vendos në opinionin e gjerë, dhe kjo më pastaj dëmton shumë procese brenda atij shteti. Prandaj në këtë segment mendoj që tani më do duhet që edhe mediat në Republikën e Kosovës, të gjitha, të shkruara edhe këto përmes ekranave televizive, të bëjnë një filter të ri të aktiviteteve të individëve të cilët janë në dëm të interesave të Republikës së Kosovës dhe që shpalosin informacione dhe dezinformatat që janë të paverifikueshme, dhe që më pastaj këta individ të neutralizohen nga qenurit në opinionin publik për të krijuar narrativën dhe për të shpërndar pikërisht ato informacione që shërbimet të ndryshme inteligjente mund t'i përdorin për interesat e tyre. Zotri Shala, po e gjithë kjo, a mund të ndikojë në bashkëpunimin e Kosovës me partnerët ndërkombëtar, sidomos në fushën e sigurisë? Në qoftë se ne referohemi aspektet veprimeve të pasme, mekanizmi jonë i inteligjencës është dëshmuar në neutralizimin e disa aktiviteteve terroriste, të cilët janë planifikuar të ndodhin, dhe kjo dëshmon faktin për një bashkëpunim të thukt me partnerët të shërbimeve që tani me mekanizmi jonë i sigurisë që nga shpallja e pavarësisë e tutje ka krijuar dhe ka formsuar. Pra, që nga 2008 mund të themi me përgjithësi plot edhe nga vizitat që janë bërë në drejtim të mekanizmit të inteligjencës së Kosovës, nga drejtorët të ndryshëm të cilët ishin publike për opinionin publik,
e dëshmon faktin për një profesionalizëm, për një besueshmëri, themi në aspektin rajonal. Pra, shërbimi jonë inteligjencës, me përgjithësi të plotë themi që ka një besueshmëri rajonale shumë më të madhe se shërbimet e tjera. Dhe kjo dëshmon faktin për një bashkëpunim të ngushtë dhe mbështetja që i bëhen këto shërbime në partneritet me shërbimin tonë, minimizohet aktiviteti i grupeve të ndryshme terroriste, grupeve të ndryshme të shërbimeve inteligjente kundër rëniet kushtetues Kosovës dhe kjo ndihmon më tutje forcimin edhe krijimin e stabilitetit dhe arkitekturës tonë të sigurisë bazuar në premisa dhe parimet demokratike bashkëkohore që i duhet të ketë një shtet. Gjatë lajmeve që u publikuan, sidomos gjatë ditës së djeshme, pati shumë lajme, edhe shumica e fjalive filloni me fjalën rrezik. A është Kosova sot më e rrezikuar pas publikimit të asaj dosjeje, apo institucionet e kanë situatën nën kontroll, nuk është diçka që mund të sjellë rrezik? Ne potencuam në aspektin metaforik që është moja icebergut, pa mekanizmi i sigurisë i Kosovës nuk ndalet, se rrishturi në aktivitetin e saj të përshkruar sipas detyrës zyrtare që kanë. Pra, në qoftë se ne do kishte me qenë një stopim i proceseve të shërbimeve inteligjente, në këtë rast të AKI-s, nuk do kishte me pas këtë sukses që kemi. Pra, kemi 7 raste, 4 nga ta me gjykim. Kjo dëshmon faktin që është një punë kontinuitetit, e cila më pastaj jep rezultatin. Kjo është çështja kryesore. Jo keni vërejtur Serbia tani me përmes humbjes së terrenit të saj në Kosovë, përmes elementit fizik human, pra ku themi të pjesa veriore, tani më ka filluar që ta intensifikoj pjesën e shërbimit inteligjent. Kërkoj sa më shumë informacione të veprimeve të institucioneve tona të sigurisë, atyre politike, ekonomike. Pra, gjitha këto elemente janë të rëndësishme për një shtet i cili ka pretendime ndaj një shteti përkat. Prandaj mekanizmi i sigurisë, sektorët të ndryshëm brenda mekanizmeve të sigurisë e kanë kopë këtë element dhe tani më janë duke forcuar rollat e saj, duke shtrirë aktivitetin e saj dhe duke nxjerrë vendime konkrete, punë konkrete, e cila më pastaj po finalizohet me proceset gjyqësore. Dhe kjo është dëshmuese dhe Kosova padyshim që jo tani, pas të kaluar, po edhe të ardhmen, do të jetë cak i këtyre shërbimeve, sepse shërbimet inteligjente kanë këtë përshkrim të detyrës. Detyra atyre është pikërisht të marrë sa më shumë informacione ndaj një shteti ku interesi është i madh. Ne dimë që ne kemi një çështje të hapur me shtetin e Serbisë dhe Serbia dhe aktiviteti saj i inteligjencës civile dhe asaj ushtarake do të jetë permanente rrezik për institucionet e Republikës Kosovës, por njëkohësisht edhe brenda asoj periudhë që potencon OZNA, UDB-ja, SDB-ja, RDB-ja dhe BIA, pra janë 5 shërbime dhe kja e fundit që Serbia ka kultivuar gjatë procesit të saj ka Jugoslavia sovjetika apo socialiste deri te pjesa aktuale bie pra ka 5 shërbime ku Serbia padyshim në këto 5 shërbime në periudha të ndryshme kohore ka investuar në personel, ka investuar në rekrutim, prandaj shërbimet inteligjente bashkëkohore problematikën më të madhe kanë të pjesa e rekrutimit, pra të pjesa e atyre operatorëve apo informatorëve dhe bashkëpunëtorëve që nuk janë publike, nuk janë njerëz publik, prandaj këtu është pjesa ku shërbimet vazhdojnë të punojnë për të garantuar që bashkëpunëtorët, informatorët dhe agentët e këtyre shërbimeve armiqësore të Kosovës të neutralizohen, të identifikohen dhe pastaj të sillen para drejtësisë. Po, a tregon kjo se kemi dobësi në institucionet tona të drejtësisë? Nuk mendoj që kemi dobësi në institucionet e drejtësisë, sepse drejtësia e Kosovës tani më është duke dhënë verdiktin e saj bazuar në informacione. Edhe në ato të inteligjencës, kuptoj. Drejtësia e Kosovës ka nxjerrë 4 aktgjykime, bazuar në pjesën e organit ndjekës, pra që është prokuroria speciale, me elementet e saj, instrumentet policinë dhe inteligjencës. Pra dëshmon që kemi një hallk e cila funksionon në aspektin shumë profesional, sepse nga informacionet inteligjente bëhen raportet për të krijuar procesin hetimor policor, që më pastaj gjitha argumentet dhe faktet të sillen para sistemit gjyqësor dhe sistemi gjyqësor bazohen në këto fakte argumente për marrë vendimet e saj. Prandaj në këtë segment ne do duhet besojmë institucionet tona të sistemit gjyqësor, prokurorial dhe aty të sigurisë, sepse janë i vetmi sistem për momentin i cili vepron duke ruajtur integritetin
kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës. Pra dhe qytetarët nuk ka nevojë që të krijojnë panik. Qytetarët do duhet që të krijojnë një vetdije qytetare, pra ku themi të identifikojnë bazuar në zhvillimet në ambientet ku ata janë prezente, ku ata janë të përditshëm, individëve të dyshëm të njoftojnë organet ndjekëse, në këtë rast Policinë e Kosovës, për persona të dyshëm që mund të kërkojnë informacione specifike për zhvillimet aktuale politike, për zhvillimet të ndryshme edhe të pjesë të komunitetit fetar, por të neutralizuar pastaj aktivitetin e shërbimeve inteligjente në dëm të Republikës së Kosovës. Zotri Shala, bisedat me ju janë gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për çdo detaj që ndat me mua dhe me shikuesit tanë. Kënaqësia ime, faleminderit. Faleminderit shumë.